Rikthehemi sërish në studio. Flasim sot për marrëdhëniet në çift. Në këtë pjesë të programit do të flasim pak për financat. A duhet t'i tregojmë partnerit sa fitojmë? Si mendoni? Duhet apo nuk duhet? Varet në çfarë pozicion pune është. Varet nëse është me kontrat apo pa kontrat. O sa fiton ti, duhet t'ja thuash apo jo? Nëse është profesion i lirë apo jo. Tani, shiko, çdo shtëpi i ka deri diku shumë të hapura llogarit, le të themi, por asnjëherë nuk dihet e vërteta. Deri diku, unë besoj se secili duhet të ketë edhe hapësirën e tij për të menaxhuar, sikurse edhe për të dhuruar apo dhe për të investuar në diçka e cila nuk të sjell asnjë dëm. Përkundrazi është një favor i madh apo dhe një dhuratë në një, le të themi, në një shenjë dhurate apo surprize. Pra nuk e di. Varet edhe nga gjeneratat, sikurse e përmendëm, dhe nga shtetet, dhe nga emancipimet, si funksionon çdo familje, çdo çift, por edhe nga mënyra dhe sa të ardhura kanë. Vetja avokate. Edhe përgjithsisht për avokatët është sa është një muaj, nuk është muaj tjetër. Po, se ka bëjtë shumë profesionit. Nëse... S'ka nevojë të di, nuk ka pse të di, ai duhet të më mbaj mua sikurse më mbaj. Nuk e tregon. Jo, duhet të më mirë mbaj. Sikurse dhe me një fjalë të mirë, ai të mirë mban, apo dhe me një përkëdheli, me një përqafim, të mirë mban, nuk ka pse të di gjërat e tjera, pjesët e tjera. Duhet a di apo jo? Mendoj që duhet jetë një... Partneres të ardhurat e tua mujore? Edhe unë i kam të ndryshme të ardhurat nga muaj në muaj, sepse nuk është se kam një punë fikse. Por mendoj që të dy bashk duhet, është që must, duhet kenë një llogaritë për bashkët, dhe më pas duhet kenë edhe secili një llogarinë vete. Mendoj që kjo sjell edhe pak privatësi më pas. Domethënë, ti duhet t'i tregosh. Do të shkonim edhe te kjo pikë, menaxhimi të ardhurave, po në parim duhet ta di sa të ardhura ka apo jo? Mendoj që jo. Jo. Mendoj që jo. Sepse... Jo të vërtetën deri në fund. Si shtat edhe për ekset, për ishët. Jo të vërtetën deri në fund, edhe për financat. Deri diku duhet di, po mos i di të gjitha. Kurse unë pa diskutim që kuriozitetin për standardin e jetesës të partnerit, pa diskutim që duhet ta di dhe duhet ditë vërtetën, sepse personalisht kam investuar shumë tek vetja dhe kam një standard. Në qoftë se për shembull personi në fjalë nuk ka të njëjtin standard me mua, ose minimalisht të jemi një lloj, pa diskutim për të përafër, do kemi pa diskutim probleme dhe do kemi një stonim, sepse ritmi i jetesës time ka një standard caktuar. Dhe pa diskutim që mashkulli gjithmonë pretendohet që t'jetë supertues, siç tha dhe Jona, dhe t'jetë ai që raportin ta çojë në një shkallë më të lartë. Dhe pa diskutim që duhet ta di, sepse nuk mund të stonojë raporti për shkak të standardit ekonomik, dhe është e rëndësishme. Se nëse unë mund të fitoj në muaj 4, pa diskutim ai duhet të ketë 8, fjala bie. Nuk e prisja ta dëgjoja këtë nga një grua e fortë si ti. Jo, po pa diskutim na që jam e fortë edhe... Nuk do të thotë se ne nuk ndihmojmë. Një sekundë, Jona, ka diçka. Unë midis... Jo, unë po thoja diçka, që unë zakonisht kur dal me dikë në një raport, pa diskutim që duhet ketë njëjtin standard me mua. Jam dakord që duhet jetë suportues. Ka një problem unë midis vërtetës dhe hipokrizisë, zgjedh vërtetën. Dhe tek e vërteta është që kam disa kritere, si që ka çdo vajzë e cila ka një standard mirë jetese. Standardi të jetë minimalisht dyfishi i standardit tënd. I dyfishi i standardit tim, pa diskutim. Me këtë që tha Alese më kujtua një shprehje e Konfucit, por që ai e përdor në shumë variante, por nëse do e përdorim për partnerët e thotë ose gjeje rrugën, ose hape rrugën, ose hapu nga rruga. Tani, është shumë shprehje bukur, po nuk më përket mua. Jo, pse, domethënë ti thu partnerit që duhet të gjesh rrugën që ta afrohet ty, pra duhet ta di ai. Por unë nuk i them fare
fare, vin vetë kërkojnë, se tani ti po e bën sikur e kërkoj unë, nuk po kërkoj. Flas çështje standardi, nëse flasim për standarde, komunikimi nuk bëhet verbal, bëhet me standard. Partneri të VI që do të afrohet duhet të ketë një standard duhet të ketë njëjtin profesion siç është dhe unë avokat, të ketë transparencë në këtë pikë. Sepse është diçka që do shtonohet, se nëse unë zgjohem mëngjes dhe kam një rutinë, shkoj diku dhe personin fjalë nuk më ndjek dot, unë pa diskutim nuk do ta bëj të ndihet keq, po thjesht do të prishem unë sepse jam mësuar me një standard tillë dhe kam një natyrë egoiste, pikërisht të ul standardin tim për dikë. Dhe kjo është vetë dashuri për rrugën. Kjo është vetë dashuri për vete, nuk është egoizëm. Kurse ai të tha dhe Albi, ta gjej rrugën, ta krijoj rrugën. Atëherë marrim një anë tjetër të medaljes. Ja ta dëgjojmë anën tjetër të medaljes. Ta hapësh ose hapu nga rruga, se si e para të Po dhe unë të thash nuk më përket mua, duhet ta gjej ai rrugën për ta. Ai do hapet nga rruga derisa të jetë i duhur ja Alesia. Mesazhi ishte shumë i qartë. Nuk ishte për ty, ishte për tjetrin. Gjithkuptore. Për atë që po dëgjon, që duhet të krijoj rrugën për të ardhur e kanë krijuar rrugën. Një moment, pas kanë krijuar rrugën. E kanë gjetur rrugën të dyja palët. Po. është vajzë mënçur ajo. Dhe vajzë dashuruar. Marim janë tjetër të medaljes, se këtu fol për persona që më shumë janë single, që bëjnë biznese private. Marim tani që kemi dhe çifte që ndajnë të përditshme së bashku. Dhe që të dy janë me rroga, janë të punuar në shtet, nuk ka rëndësi, dhe në një kompani private dhe ja u din rrogat paga shumë njëri tjetër. Ndërsa Jona, Nuremi, ne të gjithë tu jemi me një lloj pune që nuk është fikse. Si është e ardhura në një muaj, nuk është në një muaj tjetër. Kurse partneri im është me rrogë fikse, deri diku. Sepse bën dy punë, por duke qenë që unë nuk e ndaj të përditshmen me atë, ne kemi hyrë në vitin e 12 që jemi bashkë, unë se ka marrë mundimin ndonjëherë të di se sa është rroga ati, ose sa mund tjetë standardi i një shefi të një X të pozicionit që a i ka, se është edhe kryetar bashkie, dhe më thëmë përndet është bën dy, për këtë të kryetarit, si kur ma ka thëmë vetë njërë deri dy kysë sa i shkonë, kurse kjo pasi se bën, atje nuk është se ti e kryetar dhe do bësh gjatë të gajtë e punën tjetër. E para njërë mësuam që nga kryetar bashkie ku? Ne jemi në Ketik, është një qytet afër Koblenzës. Dhe është kryetar bashkie atë? I ati ka qenë 30 vjetë kryetar bashkie. Kur unë kam njohur, ai ishte second major, ishte i dy, tani unë jam first lady atje. First lady që rri shumë pak atje. Ja. Dhe që së ditë bota, first lady, sa e që shkon të rrut atje, i bëhet me 3 punë. Sigurisht në momentin që jemi... Në takime zyrtare? Po, pa tjetër. Tani ka filluar koha e karnavaleve, dhe unë hiki javës tjetër, hiki atje. Nuk është se i kam shumë qef karnavalet, po a i ka lindur dhe në Shkur, dhe më thënë është pjesë edhe atë më thotë, unë qëkur kam lindur, Stella, nga 3 vjeç, dhe deri sa prindri, se jo më vazhdon një tonë akoma, e vetë me adurat që unë merja për ditindje, ishte nga një kostum i ndryshëm i karnavaleve. Dhe me datë 16, po, në Köln, sepse për ata që nuk e din, Gjermania i ka shumë tradit karnavalet dhe Kölni është qyteti i dytë në botë në pas Rio de Janeiro që bërë paradën më të madhe në botë, edhe Gran Canaria, kjo, Tenerife, edhe kam qënë edhe atje. Atje është si në Brazil, kurse këto kanë gjëra tjera. Nuk thejnë që të kryetari bashkis tani? Tani kryetari bashkis. Mos të dëtor shumë. U dëtojnë të dy së bashku, ose veç e veç? E para... Nuk kanë shofera personal. Unë para 3-4 muaj rastësisht njoha kryetarin e bashkisë së Veronës. A i ka qenë dhe futbolist i kombëtarës i Italis dhe futbolist në kohën e Todit me Italin. Dhe rastësisëm që ishim këtë ditëlindja e vllajit ati. A i erdi me një bëndë vetë shoferin, vetë makinën e vetë, që Verona është një qytet dhe tani ata presin që Italia ka lërat olimpike të dimrit, dhe Verona do jetë, Arena di Verona do bëjt performanca e mbylljes lërave olimpike. Kryetari bashkis shumë i thjesht. Jo, dua të them që mos i kryetarit e bashkive janë shumë të thjesht, a e kuptova, dhe një shembull tjetër. Në një ditëlindje po thotë. Pa makinë personale, bëjnë shoferin vetë, edhe me rroga shumë modeste, sepse më shumë e bëjnë për humanizëm, për të ndihmuar dhe kontribuar shtetin e tyre. Dhe për të jetuar kanë një punë ekstra. Dhe rrogën ai ta ka thënë ato të kryetarit të bashkisë në një bashkë bisedime zibe. Kurse këtë se kam pyetur asnjëherë. Unë di që ne ulemi, edhe për shumë baron vit i ri, edhe fillojmë planet, ku do ikim, tu. Unë di që gjithë gjërat që ne kërkojmë dhe duam të bëjmë, sigurisht gjithë secili, sepse
nëse ne kërkojmë për barazi gjinore, ne të flasim për barazi gjinore, për mua barazia gjinore fillon nga mënyrat perceptuarit dhe nga ana monetare. Nëse një grua pret që për gjërat më të rëndësishme partneri investon mbi 90%, ti mos kërko barazi gjinore. Sepse këtu në Shqipëri flitet shumë për barazin gjinore dhe gratë janë pasaj që nuk, jo. Unë e kam thënë që në fillim dhe ai e di shumë mirë, mes Shqipërisë dhe Gjermanisë ka një disnivel shumë të madh ekonomik, por unë në mundësitë e mia bëj që të jem paka shumë aty me të. Dhe kur bëni planin se ku do shkoni, qa do bëni për vitin që vjen, ti mund të mbulosh një pjesë madhe të shpenzimeve vetë. Mbase se janë 50-50 me aty, po 30, 20, 50 nga njërë shkajo që ta jona. Dhe funksionon edhe pa e ditur rogën fare. Pa e ditur të ardhë fare, 12 vite bashkë. Bugjeti i qershorit, për shumë ne duam t'ikim në Madera. 10 net në një hotel shumë të mirë. Kaq është bugjeti, kaq unë ka mundësi, pjesën tjetër e kontribon ti, dhe kështu gjërat funksionojnë shumë bukur, shumë mirë. Nuk i ri ati tjetërit, jo po kështu, nëse ti s'ke mundësi, nuk bëhesh barë. Po për menaxhimin. Me partner, në moment flasim për marrëdhënien me partnerin, por është familja, pra ata që ndajnë të përditshmen. Duhet të kenë një buxhet të përbashkët, duhet që secili të ketë edhe buxhetin e tij personal. Patjetër se këtu në Shqipëri ka dhe shumë qoka. Më mirë. Bëhen edhe Tani mirë do ishte të kishim ndonjë ekspert të fushës, që e di më së miri këtë pjesë, ne flasim dhe nga familjet tona, por familjet tona nuk është rasti për ta marrë shembull. Sepse si që është familja ime, nuk mund tjetë familja dikuj tjetër. Besoj se nuk ka një formul që mund përshtatet tek gjithë secili në këtë rast. Megjithatë, eksperiencat janë të ndryshme, ju tregoni eksperiencën tuaj. Sikurse e dim, jo vetëm në Republikën tonë, po në anën banë, në gjithë botën, paraja është elementi kryesor i cili dhe të hidhëron, po dhe të sjell buzëqeshjen, dhe të sjell dhe ta bën jetën më të lumtur. Lumturinë në shumë raste nuk ta sjell paraja. Dhe këto unë e them me nëse nuk jemi personin e dur, pa tjetër nuk të sjell. Ka plot momente në jetë ku ti mund të kesh plot para, por nuk je i lumtur, nuk je asnjëri. Je i vetëm. Po, se ka njerëz që janë aq të varfër sa që vetëm gjë që kanë janë paratë. Është vetëm paraja, apo edhe të tjerët, apo të tretët. U shkojnë dhe u rrinë pranë vetëm për çështje interesi dhe sepse ata kanë për t'investuar. Por nga ana tjetër dua të them, elementi i paras, elementi i financave, është i vetmi i cili do nisi sikurse debatin, konfliktin, por edhe e qel edhe dashurin, sepse deri diku e blejnë. Aty ku gjejnë për ta blerë, ose aty ku gjejnë për të devijuar, se për të vijuar është fjalë e madhe. Kuptoj se këtë çështje nuk e zgjidhim dot dhe eksperiencat janë të ndryshme. Shkojmë tek një situatë e zakonshme. Bëjmë blerje. Ja tregojmë faturën e vërtet partnerit, po apo jo? Se mos ja japim faturën partnerit. Ka njerë me mua. Tani dhe kjo është një gjë që ti mund ta bësh partneren tënde të ndihet shumë mirë, shumë e lumtur dhe shumë e plotësuar. Ai është një gest shumë i bukur. Mund të shkosh dhe ti të çosh faturën. Varet. Në një familje, femrat kryesisht bëjnë shumë blerje. Po. Duhet apo nuk duhet t'ja tregojnë bashkëshortit? Partneri ime ka me kënaqësi më të madhe t'i paguaj faturat e gjithë garderobës time. Rasti konkret. Kështu që në këtë kontekst nuk e shoh diçka negative, për kujdesin, për kushtimin që ka ndaj meje dhe ndaj gjërave që mua më bëjnë të lumtur. Po më pëlqeu përgjigja që dha Alesja. Jo, është për kushtimi edhe dashuria që ai tregon, sepse investimi që bën tek ty qoftë edhe nga ana monetare është një farë dashurie në vetvete. Kështu që ka mënyra të ndryshme dhe ka disa mënyra të perceptuarit të dashurisë, nuk është vetëm e fjalë. Po është një ndër pesë gjuhët e dashurisë edhe është e njohur në të gjithë botën. Jo, përmbushje detyrimi jon aty ngëllon keq, por është një nga gjuhët e dashurisë. Jam dakord, e lëm kështu. Është më këndshëm. Kam një këshill për ty. Ti e di para shumë. Mos e tregoj kurrë emrin e dashurit. Po merret tash jemi vendi vogël. Jo, si shtatë jona. Jemi shumë pak. Do fillojmë të gërmojmë të gjithë për të dashurin tani. 2.7, po jemi më pak, 2.3, 2.4 jemi, edhe ato që i kemi, edhe si kemi, kështu që
jemi më vogël se ç'mendohet se jemi. Gjithsesi, unë jam edhe ekonomist. Jemi tek faturat, ti tregojmë apo si tregojmë faturat? Unë jam edhe ekonomist si profesion, për ekonomi kam mbaruar. Vërtet? Po. Wow. Edhe po. Nuk rresht se na befasuar Albi. Po. Me atë hajbuk, se me poezinë ushej. Shpirtin dhe vëndjen dhe ne. E kam thënë edhe para se vjet e ferma. E kam thënë pikërisht kështu, po ideja që mos bëjmë hipokritin edhe të jemi me këmbë tokë. Paraja është mjet i jashtëzakonshëm për të funksionuar një marrëdhënie, sipas nëse ti do të krijosh një standard jetese. Sepse mund të jetosh i lumtur edhe në një kasole, por është më mirë të jetosh i lumtur në një vilë. Mbijem dakord. Mbijem dakord me këtë. Por pastaj nëse do më thuash që të jetosh të keq jetosh në një vilë, edhe të zgjedhësh të jetosh i lumtur në kasole, unë preferoj të dytën, pavarësisht se Përgjigjja e pyetjes time për faturat? Për faturat është që kushdo që ka mundësi të paguajë më shumë, le të paguajë më shumë. Ai që ka më pak mundësi, mos të tregohet kopras, por gjithsesi të kontribuojë në diçka që i bën të ndihet mirë edhe veten dhe partnerin. Një përgjigje të shkurtër të drejtë për drejtë e uta. Duhet që të tregojmë faturat apo kush do sponsorizoj faturat? Jo, dha përgjigje. A duhet apo nuk duhet të tregojmë? Edhe nëse vjen vazhdimisht. Edhe nëse ka një lloj varësie nga nuk ka që është buxheti jot personal apo është buxheti të dyve. Edhe nëse është buxheti të dyve, bëjmë blerje të tregojmë faturën. Shfrytëzojmë gjithmonë kur ka skonto, kur është i njëjti produkt. Por ka Black Friday. Black Friday është njerë në vit, po përgjithsisht në këto marrëdhënie të qëndrueshme që jetojmë bashkë, unë them që bashkëshorti e merr vesh sepse funksionon me kartën e tij dhe del te telefoni. Jo gjithmonë me kartën time asnjë. Ja që ka edhe kështu me kartën e vet, nuk e merr vesh asnjëherë se sa ka kushtuar çanta e re që bleu te uta. Atëherë nuk i tregon faturat. Nuk i tregon faturat. I tregojmë e tregon se ka paguar vetë. Ka paguar dhe ka mbledh dhe kaq. Dhe taksosh. Përsa kohë që ti je në një marrëdhënie, unë mendoj që mund të tregohen këto faturat, se ka një problematik të madhe. Nëse jeni bashkë me të njëjtin drejtim dhe njëri mund të ketë mundësi më pak, tjetri mund të ketë mundësi më shumë, mund të bëni bashkë për të blerë një produkt. Nuk ka rëndësi se kush paguan pastaj. Po hajde thoja këtë gjë ti një bashkëshorti që gruaja e vet blen vazhdimisht edhe e do atë çantën e fundit që sa po dera aty pastaj më duket si punë shfrytëzimi, se ajo është shfrytëzim pastaj. Që sapo ka dalë, këtu kalojmë tek brendet. Te brendet kalojmë te brendet luxury, te luksi. Nëse do flasim për luksin, sa përqindje në Republikën tonë jetojnë në luks? Apo në pseudo luks? Nuk di ta them, nuk e di nëse kemi statistikë për këtë gjë. Sa përqindje në Republikën tonë është shtresë mesme dhe ajo tjetra që jeton duke numëruar dhe grimcat e fundit. Pra nuk mund të krahasohemi as me Amerikën, as me Francën, as me Anglinë dhe as me Azinë. Sepse ne jemi akoma tek imitimi. Kemi, pa diskutim që kemi një përqindje të vogël. Por po flasim për një rreth të ngushtë edhe një numër të kufizuar. Ajo femra që rri në shtëpi pas ka parë çantën Hermes, e cila kushton 40.000 euro, jo e dashur. Sepse sot me që po flasim në 2026 njerëzit arrin dhe mendojnë. Unë një plot edhe magjistrat të cilët kanë mbaruar magjistraturë, prokuror, gjyqtar dhe po thonë të sigurojmë si çift një kredi të butë për të marrë një shtëpi. Pra, ka një disbalans dhe të qëndrojmë me këmbë në tokë, sikur se ta dhe Albi. Shumë pak që vishën me brende, që kanë punërat mira, avokate si që edhe ti, po që vlerësohen më shumë. Pastaj pjesa tjetër shoqërisht. Është individuale edhe gusto edhe shija se si do vishën, si do. Se në Gjermani nuk merren me kështu me lëndë narkotike ose me përfitim të tenderave të padrejta? Po pa diskutim se nuk e kemi zhvishëruar ne. Ajo tregoi eksperiencën e saj dhe të kryetarit të bashkisë. Edhe rishpeti nuk e kemi nxjerrë ne, po e kemi huazuar nga otomanizmi. Për situatat në çift.